Shëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku për të sjellur pranë jush një reagim që në fakt ka ardhur papritur. Në prajmin e mbrëmshëm në Big Brother VIP Kosova, banorja Eliona Binjakaj ndau një rrëfim të ndjeshëm nga e kaluara e saj duke folur për periudhën e fëmijërisë në Gjermani dhe ndërhyrjen e autoriteteve që e çoi në largimin e saj nga familja. Ajo shpjegoi se situata lidhej me interpretimin e institucioneve për neglizhencën prindërore dhe dallimet mes ligjeve gjermane dhe atyre në Kosovë, duke theksuar se pavarësisht gjithçkaje është rritur me shumë dashuri. Mami është dashur të shkojë në shkollë te motra dhe të vrapoj pas saj dhe ka ndodhur që 2-3 herë të më haroj në shkollë. Edhe pse shkollën e kisha afër, në Gjermani nuk lejohet të ecësh vetëm për në shtëpi kur je në fillore, ka thënë ajo. Eliona tregoi se për disa vite ka jetuar në një familje tjetër, pasi prindërit e saj kishin humbur kujdestarinë, një përvojë që sipas saj e ka lënduar, por edhe e ka formësuar si person. Pas këtij rrëfimi ka reaguar daja i Elionës, i cili në një koment publike ka kundërshtuar versionin e treguar në prajmin e mbrëmshëm. Ai ka pretenduar se arsyeja reale e ndërhyrjes së institucioneve ka qenë dhuna e ushtruar nga babai i Elionës ndaj nënës së saj, çështje që sipas tij ka çuar deri në divorc dhe largimin e fëmijëve nga familja, duke i quajtur rrëfimin e saj të pavërtet. Valon Zhubaj është daja i Eliona Binjakaj. Ai në një koment ka shkruar: "Dhuna të cilën babai yt që ka ushtruar pa ndërpre ndaj mamas tënde dhe juve që u çoi deri tek divorci, atë nuk e përmendi. Shkaktar kryesor pse ti dhe vllau yt jeni larguar nga familja, je ti dhe babai yt. Krejt rrëfimi është i pavërtet." Nëse do të investigojmë situatën apo nëse do të kërkojmë realisht rreth deklaratave që ka dhënë Eliona në një emision vite më parë, Eliona ka treguar që prindërit e saj kanë patur një divorc. Tani unë si gazetar nuk dua që të futem në thelb të situatës, sepse në fund të ditës problemi i tyre është i tyre. Do të më vinte shumë keq në qoftë se Eliona do ta humbte një gjuhë të këtill, do ta humbte një vepër të këtill, do mundoheshte që ta anashkalone. Nuk duhet ta mbështesim dhe ta përkrahim dhunën, dhe në këtë rast do me thënë që një grua ka shkuar drejt divorcit. Eliona, siç duket, ka dashur që të mbyllën krejtësisht kapitullin e jetës së saj dhe t'i thot babait të saj një faleminderit, por në këtë rast familjarët e nënës së Elionës, siç djali në fjalë që pretendohet të jetë daja i Elionës, ashtu e kanë quajtur mediat shqiptare, nuk janë dakord me rrëfimin e kësaj historie.